Presidenti Obama parashtroi përparësitë e tij të politikës së jashtme, duke deklaruar se Shtetet e Bashkuara mbeten vendi më i domosdoshëm në botë, edhe pas një periudhe të gjatë lufte. Presidenti argumentoi në favor të një politike më të përmbajtur dhe parashtroi parimet në bazë të cilave Shtetet e Bashkuara do të përdorin forcën ushtarake. Edward Snowden, ish kontraktori amerikan i zbulimit, i cili publikoi hollësi rreth përgjimeve të qeverisë brenda vendit, tha se ishte stërvitur si agent dhe ka punuar si till jashtë vendit për zbulimin amerikan. Vdiq në moshën 86 vjeçare, poetja, shkrimtarja dhe aktivistja amerikane Maya Angelou. Angelou vdiq në Winston-Salem të Karolinës së Veriut. Pagat mjaft të larta të ekzekutivëve të korporatave amerikane janë përsëri në ngritje, ndërkohë që po rritet gjithashtu hendeku mes të ardhurave të tyre dhe pagave të punëtorëve.